Përshëndetje Arma, jemi sot tek Monrealdo në kampin veror. Po, përshëndetje. Sa zgjat ky kampi veror? Kampi veror në Monrealdo ka filluar në datën 29 qershor deri në datën 17 korrik. Unë ndodhem këtu në stafin e Monrealdos, pasi e kam vitin e dytë të eksperiencës time në këtë staf. Ndihem shumë e nderuar që jam pjesë. Vjetë ka qenë eksperjenca ime e parë dhe më ka lënë një shije personale shumë të mirë në organizimin dhe në harmoninë sociale që është mes kolegëve dhe të gjithë atë çka pasurinë që ne japim e transmetojmë tek fëmijët, por dhe një kohë shëndetshme që është shumë e vyer për fëmijët. E bëj me shumë dashuri dhe pasion rolin tim si vullnetare pranë të rinjve të qytetit tim. Atëherë, çfarë mesazhi japin këta fëmijë sot në shoqërinë ku jetojnë? Po, shumë e bukur kjo. Në gjithë temat që unë kam trajtuar të grupi të rriturve që janë, kam vëre një ndjesi shumë të bukur. Të gjithë fëmijët kanë thyer një barrierë shumë të nevojshme për shoqërinë shqiptare, çka është pjesa, domethënë, emocioni i natit. Domethënë, të gjithë këta të rinj, me sa neve kemi trajtuar temat, janë shprehur që çdo shqetësim, çdo zënk ose çdo gjë që nuk e ka sjell emocione të mira, e lëm pas dhe do bëj një gjë të mirë në të ardhmen, nesër, sot. Dhe madje unë i kam vlerësuar shumë dhe i admiroj për vullnetin e tyre dhe për dëshirën e tyre për të bërë një botë më të mirë. Është kaq e bukur, është shumë e bukur që këta të thyejnë këtë lloj tabuje, ndjesie të keqe dhe gjuhë urrejtje të keqe që ne realisht fatkeqësisht e vuajmë çdo ditë. Shumë keq. Sociologjike, ti si shikon gjithë këto grupe të ndryshme të larmishme nga gjithë tjerë dhe rrethana? Është shumë e nevojshme realisht, për mendimin tim do ishte madje shumë e nevojshme të ishte minimalisht një muaj e gjysmë kampi, jo 3 javë, pavarësisht është kaq e nevojshme që neve të shpëtojmë këta të rinj, që nesër të bëhen njerëz të shëndetshëm për shoqërinë shqiptare, për neve. Ta dalim me kontakte pas, flasim për grupin e adolescentëve që kanë edhe mundësinë e telefonave komunikimeve pas kursit, Po, krijojnë lidhje shoqëri të reja, ndjen të pranuar dhe çdo fëmijë sado i mënjanuar që normalisht vjen re ditët e para, nuk e ka pas më pastaj atë i kemi, sepse lojrat dhe temat i zhvillojmë në mënyrë të tillë që këta të krijojnë afrimitet emocional me gjuhën e trupit edhe me fjalët që shkëmbejmë, me lojrat që shkëmbejmë me njëri tjetrin, dhe duan nuk duan, pastaj fillojnë afrohen, ndjen të pranuar, ndjen mirë, edhe fillojnë buzëqeshin pastaj nga dita e tretë. Sot që kemi javën e tretë, i kemi akoma shumë herë më mirë nga ana emocionale dhe shumë herë më lartë se që kemi marrë ditën e parë, po të bëj një krahasim. Dhe kjo është shumë e bukur, ndihem shumë mirë, ndihem shumë krenare që ata kanë marrë një impakt shumë pozitiv nga çdo ditë e kampit, që ne jemi përpjekur të japim maksimumin, patjetër që duhet bëjmë më mirë, por sërish për këtë gjë e falenderoj dhe e do të kas shumë Elvin që si drejtues është një djalë punëtor, i edukuar, ka një harmoni sociale dhe i trajton të gjithë animatorët me shumë dignitet. Kjo është shumë e vyer, mendoj, për çdo drejtues në institucione të ndryshme, por sidomos këtu tek puna sociale, po. Atë si profesioniste e fushës, e punëve sociale, sociologjisë, psikologjisë, marrëdhënie me ndërmjet njerëzve. Po. Çfarë këshilli do t'u jepni prindërve në raport me rolin që ata duhet të kenë ndaj fëmijëve? Do t'u lutesha shumë, realisht, se këshillat më duket sigur do të lutesha shumë që të ishin më pranë fëmijëve, të bëjnë shëtitje me fëmijët, të shkojnë përparqe me fëmijët, dhe jo të ulen në kafe dhe të rinë në kafe, po të shkojnë atje bashkë me fëmijën, të luajnë, të bashkëpunojnë, të luajnë me letra në shtëpi, të marrin lojra që të jenë ndërvepruese në shtëpinë e tyre. Kuptoj që shumica jetojnë në pak metra katror, po aq pak.
qoftë edhe me punët e shtëpisë, me gocat, jo gocat mos t'i ndajmë absolutisht, edhe gocat e djemë sipas me gatime punë shtëpie, është shumë e rëndësishme që ne të angazhojmë çdo pjesëtar të familjes tonë me çdo përgjegjësi, sepse duhet kuptojmë përgjegjësia sa vjen rritësh, vjen edhe më e madhe përgjegjësia. Dhe këta fëmijë duhet ta kuptojnë që në familja është baza dhe është shumë e nevojshme, do të lutesh, shikoni fëmijët, edhe kur dalin në xhiro, qoftë me një kafe, ti marrin me kamerë, ti shikojnë ku janë, sa vonojnë, më kë janë, sepse ata janë fëmijë dhe truri i tyre deri në moshë 18 vjeç, prandaj dhe ligji është aq i butë realisht, është i papërgatitur dhe realisht ata nuk e kuptojnë shumica e tyre se çfarë pasojë mund të ketë një përqeshje, një tallje, se çfarë nuk po dëgjojmë ditë pas dite. Dhe realisht do të lutesha që të bashkëpunoj shumë ngushtë me shkolla, se është fatkeqësi e madhe kur neve dëgjojmë nëpër shkolla që prindrit nuk shkojnë të interesohen për fëmijët e tyre, kur prindrit refuzojnë dhe kanë një antipati shumë të madhe që fëmijët e tyre ta marrin në këshillim psikolog ose punonjës social. Është kaq e nevojshme, Punonjës social dhe psikologu janë këshillues, nuk janë, jo që edhe po të ketë nevojë, nuk i punojnë, janë këshillues, janë si një shok, si një shoqe, dhe është një vend i sigurt ku ata mund të shprehen sipas ligjit, ka një deklaratë konfidencialiteti që ata të ndihen të sigurt. Absolutisht, sepse kjo është rregull i punës dhe i ligjit, patjetër. Dhe duhet të kenë më shumë dinjitet edhe mes kolegëve shkollave, po edhe mes njëri tjetrit, sepse realisht jemi në një gjendje shumë të keqe. Juve si punonjëse sociale, mendoni se duhet bëni orë të hapura ose leksione të hapura? Patjetër, shumë e nevojshme që të zhvillohet në çdo, patjetër. Kjo duhet të jetë kusht bazik, që çdo shkollë duhet të jetë detyrimisht që punonjësi social dhe psikologu të bëjë orë të hapura. Mandej punonjësi social dhe psikologu duhet të ketë fuqinë të bëjë vlerësim edhe për mësuesin, edhe për drejtuesin, edhe të jetë këshillim, domethënë, sepse është kaq e nevojshme sot. Është kaq shumë e nevojshme. Ne kemi në shkollat publike, po them që edhe private, se të njëjtën rregullore kanë. Një orë e kemi quajtur orë kujdestarie. Pra njërë një javë, mësues kujdestar mbledh nxënësit dhe zhvillon brenda një tematike të caktuar, ose do lexojmë libër, do shkojmë në muze. Do ishte mirë që njëherë kaq kohë të vinte psikologu të fliste për problematika, të flasin për pubertet dhe adoleshencë. Patjetër, punonjës social dhe psikologu, patjetër të dy, vandis çdo javë në çdo klasë të bëjnë orë të hapura. I kanë orë të 6, orë të 7, po të kenë dëshirë vullnet, drejtori me punonjësi social dhe psikologu të bëjmë mrekulli për këto brezaj që po vinë. Është kaq e nevojshme. Uroj të reflektojnë kolegët, uroj shumë. Mirë, propozim shumë. Mendoj që ana emocionale shumë e rëndësishme. Patjetër, është baza. Mësues muzike dhe normalisht kur shkoj te klasa është aty i them do këndojmë një këngë dhe ndryshon çik. Patjetër, edhe situata bëhet më e ngrohtë. Si mendon? Duhet modelohemi pak më ndryshe. Duhet modelohemi të qasemi. Ka që rëndësishme matematika. Patjetër që matematika ka rëndësinë e saj. Jo, po më rëndësishme se sa ndonjëherë ana emocionale. Po, se sa ana emocionale. Prindrit i çojnë për kurse. Ja kam shumë thjesht mendimin tuaj personal. E kuptoj. Prindrit paguajnë para për t'i çuar për kurse matematike, për kurse të tjera fizike, shkencore. Ndërkohë që nuk po themi të sillin kurs muzike apo në kurse të tjera pikture. E kuptova, mos e kuptova. Unë patjetër që ana emocionale është baza, pastaj vjen mësimi. Ai mund të mos jetë një matematikant shumë i mirë, ose ai mund të jetë një muzikant shumë i mirë, mund të jetë një balerinë shumë i mirë, mund të jetë një mekanik shumë i mirë, një hidraulik shumë i mirë. Duhet ta respektojmë edhe fëmijën për mendimin që ka. Jo të punojmë pse s'mëson. Duhet ta respektojmë deri aty. Dhe qasja që ka prindi me fëmijën, edhe mësues me fëmijën, duhet të jetë shumë herë më e mirë se nuk jemi aty ku duhet. Se realisht me shumë dinjitet mësuesi muzikës, mësuesi matematikës, si fizikës, s'kan faj, duhet të kenë kohë të respektojnë lëndën e tyre. Por ama punonjës social dhe psikolog nëpër shkolla duhet të bëjnë rolin e tyre të fuqishëm, duhet të punojnë fuqishëm për të ndryshuar dhe për të zbutur këtë gjuhë urrëtie, inati që realisht është e frikshme për të rinj sot, është shumë e frikshme. Pra sa më shumë aktivitete si ky? Patjetër, sa më shumë, janë shumë të nevojshme. Ku do shkarkojnë energji? Janë fëmijë, ne i gjykojmë si të rritur, janë fëmijë, deri në 18 vjeç janë fëmijë. Ku do shkarkojnë energjinë ky fëmijë?
Kur ti e lën se s'ka gjë, se e lën telefon, ku do ve? Jo, du ta marrësh, du të flasësh, ku të shkojmë? Ku ke qejf të shkojmë sot? Do shkojmë kinema, do bëjmë shëtitje. Hajde të bëjmë shëtitje, ose nuk del. Hajde bëjmë shëtitje. Vjen fëmia. Do vi fëmia patjetër me qasje, patjetër do t'e gjesh. Patjetër sepse unë nuk e di, po pasuria çdo prindi, thesari çdo prindi është fëmia. Se ne kemi një qasje shumë të keqe. Ne themi bo kur bëhet, jo. Duhet të themi parandalimi, duhet të theksojmë të parandalojmë. Është fatkeqësi e madhe kur bëhet s'ka çfarë bën më. Është kot, është kot. Është një zonë, një shoqëri që po kërkojmë vlera, po i kemi këto dhe nuk dim ti. Po, e vërtet është. Jo, nuk dim ti bëjmë. Evidentimi ka dalë, po unë mendoj që akoma strukturat nuk po vjen në punë. Thjesht duhet mendoj një buton që të punojnë të gjithë. Drejtore, se nuk është kaq e lehtë po të duam të gjithë të jemi misionar. Është shumë e rëndësishme të jemi misionar. Çdo gjë duhet filloj nga brendësia vetvetes, të ndjesh një punë të mirë. Siç jemi këtu, duhet jemi misionar. Po. Shumica e këtyre që organizojnë këtë punë. Duhet jemi misionar që çdo gjë bëhet e bukur. Kur je misionar. Është dhe e lehtë, bëhet dhe e lehtë. Jo, nuk është dhe e lehtë. Unë kam argëtim dhe kam kënaqësi. Që jap aq sa mundem dhe çdo ditë përpiqe për më shumë për këta të rinj të mrekullueshëm, po jam shumë të mrekullueshëm. Kanë ide shumë brillante, qoftë për rregullimin e qytetit, për të ardhmen e tyre, duan shumë ta ndryshojnë. Po patjetër, mjekët e ardhshëm, profesione shumë të bukura që i kanë me dizajnin, me pse mos të kemi një kopshtë zoologjik në Fier, se mos të kemi lojrat me dorë, lojrat publike që i kemi kaq nevojshme, s'kemi ku lojmë ne volejboll, siç e ka Vlora. Domethënë janë gjëra që mendoj me pak dëshirë bëhen, nuk është se kështu. Një mesazh tash për gjithë shqiptarët në Alma. Çfarë mesazh do t'i japësh? Ju lutem, flisni edhe argëtoni me fëmijët tuaj. Ju lutem, është kaq e bukur. Faleminderit. Lutem, ishte kënaqësi.